Si ju duket rezultati, zonja Balluku? Sa përfundoi kutia e fundit në qarkun fier për sa i përket votave të subjektit partijak? Sa po përfundoi numërimi i kutisë së fundit në KZAZ-n 60, që është KZAZ-ja e qytetit Fierit dhe më e madhja në të gjithë qarkun, ashtu siç jeni ndjeni KZAZ-et e tjera janë mbyllur gjatë ditës sotme. Gjithçka ka shkuar mirë, sepse mbi të gjitha kjo është e rëndësishme. Kemi pasur një proces me të vërtet model, pa problematika, pa ndërprerje, gjithçka ka shkuar siç duhet, ndaj unë gjej rastin që të falenderoj të gjithë trupën që administroi, pavarësisht të majtë të djathtë. Jemi munduar që të gjithë që të mbaronim në kohë që mos kishte më vonesa. Sigurisht dua t'i përgjigjem pyetjes parë pra të klan, për sa i përket rezultatet. Ne kemi qenë përgatitur për një rezultat të thellë, sepse Partia Socialiste nuk punon kuturu për të drejtën, ne punojmë në një mënyrë që është e ditur nga të gjithë ju, pra me takime, me biseda, me tryeza, etj. Dhe t'i ndjen frymën, kështu që kemi qenë të përgatitur për një rezultat që shkonte deri në 11 mandate, ndërkohë që mandati 12 është realizimi i një dëshire që me të vërtet unë jam shumë e lumtur të deklaroj se për sa i përket kutive dhe rezultatet që kemi deri tani, Partia Socialiste është mbi 63%, krahasimisht pra në volumin e votave të qarkut, Partia Demokratike është në 25%, Partia Demokratike duke parë edhe trendin e diasporës, sepse janë hapur rreth 30 kuti, nëse unë nuk gabojm, nuk kam asnjë shans për të marrë mandat tjetër këtu në qark. Mandati i 4 është mandati i vetëm që mund të mbaj. Për të thënë të drejtën, siç është fitore historike për ne, është dhe humbje historike për ta, të tërheqin mandate nga lista e mbyllur duhet jetë shokante për të thënë të drejtën. Megjithatë, dua të them diçka e kam thënë gjatë gjithë intervistave dje, mandati i 12 është një mandat i brisht, pasi për Partinë Socialiste është shumë më i madh hersi se sa për partitë e vogla. Kam dëgjuar dhe prononcime nga partitë e vogla, është e nevojshme që të shikojmë se si do shkojnë kutitë e diasporës, për sa i përket kutive të votimit brenda territorit të qarkut fier, Partia Socialiste ka fituar bindshëm mandatin e 12. Të shikojmë dhe diasporën dhe gjithçka të shkojë ashtu siç duhet. Zonja Balluku, si është festoni të vite, do ishin të pranishëm? Tani unë se kam as herë të parë, as herë të fundit, numërimin e kutisë së fundit në KZAZ, nuk mbaj mend të kem shtrënguar duart me ndonjë, pasi nuk i shtrëngojnë duart demokratët asnjëherë. Herën e fundit që ne kemi dalë të humbur nga një KZAZ ka qenë 2011 dhe po e mendoja sot mëngjes për të thënë të drejtën që nga na buron gjithë forca dhe mënyra e organizuar siç duhet punoj një parti dhe unë besoj që na buron nga vjedhja flagrante e 2011-s. Ne në 2011-ën kuptuam që Partia Demokratike nuk dinte të fitonte ndryshe, po vetëm duke vjedhur, kështu që nga ajo kohë ne kemi bërë më të mirën për të organizuar në terren dhe për t'i dhënë çdo shqiptari mundësinë që të kontaktojmë. Shikojeni, sepse mediat sociale sot japin mundësinë që ju të shikoni se çfarë bën një kandidat deputet socialist. Edhe ata djemë dhe vajza që sapo janë futur politikës, po t'i shikoni nëpër mediat e tyre sociale, janë duke takuar këdo. Kanë shtrënguar dorë me këdo, janë ulur në tryeza për biseduar me këdo. Jo vetëm deputetët e karrierës, por edhe ata që sapo kanë hyrë në skuadrën tonë fituese. Kështu që kjo është diferenca midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Dhe nuk qëndron asgjë nga gjërat e tjera që thonë, shikoni se kush janë drejtuesit e qarqeve për Partinë Socialiste dhe krahasojeni se kush e drejtoi këtë fushat dhe qarqet për Partinë Demokratike dhe këtu do gjeni përgjigjen gjithë ju nëpër media, por do ta gjej edhe vetë Partia Demokratike se e shikoj që nuk po e gjen përgjigjen nga ka ardhur kjo fitore. Fitoria nuk e unë di që për zotrin ka vetëm një person mesazhe në këtë qark, quhet Zeqeneça Aushi, edhe është një vajzë që kandidon në listën tonë, një vajzë nga Vloshi i Roskovecit, një luftëtare do thoja unë, pavarësisht se si është anatemuar jo vetëm nga politikanët, por edhe nga mediat sociale, sepse ju keni qenë korrekt, por unë mendoj që nuk mund t'ja marrë kënaqësinë Zeqenes. E meriton ajo komunikimin dhe do t'ja lë asaj. Si gjithmonë, unë për veten time s'kam pasur ndonjëherë komunikime të tilla, kështu që kam
Zonja kë e Balluku, ndaj këtë gëzim. edhe një pyetje duke qenë se në 2021 keni pasur Dibrën. Çfarë ndryshimi ka mes dy qarqeve që edhe qoftë në pozicion gjeografik janë vendosura ndryshe, po edhe rezultati juaj në këtë qark është krejtësisht i papritur edhe i surprizues te objektivit që kishit. Në 2021 unë kam pasur zonën e kombinatit dhe lagjen numër 14, pra kam pasur dy njësi të Tiranës, që me thënë drejtën kanë qenë dhe më të mëdha, po, më të mëdha se Dibra, pasi në numër votuesësh janë mbi 100.000 votues. Në ndërkohë që Dibrën unë e kam pasur në zgjedhjet e 6 marsit të 2022 dhe në zgjedhjet e 14 maj të 2023. Janë dy formacione totalisht të ndryshme në zgjedhës. Dibra ka qenë tradicionalisht një qark i djathtë deri sot në mëngjes, kur është kthyer në një qark mbështetës për Partinë Socialiste dhe unë kam marrë një gëzim të jashtëzakonshëm, njësoj si për Fierin, dua të përgëzoj Blendi Klosin dhe gjithë ekipin e Partisë Socialiste, por jo vetëm Partisë Socialiste, dua të falenderoj të gjithë dibranët për mbështetjen që i kanë dhënë Edi Ramës dhe skuadrës së Blendi Klosit, dhe jam e sigurt që ata nuk do t'i zhgënjejnë siç nuk e kemi zhgënjyer Dibrën prej kohësh tashmë. Ndryshimi me Fierin është që këtu jemi në kryeqytetin e socialistëve. Dhe këtu ka vetëm nevojë që këta socialistë të përfshihen dhe me fushinë dhe energjinë që ata transmetojnë të përfshin dhe të gjithë qytetarët e tjerë, qoftë të djathtë, shumë të djathtë na janë bashkuar, prandaj dhe vota është plebiscitare, dhe qoftë ata pa parti. Kështu që diferenca midis Dibrës dhe Fierit është që në Dibër ne kemi punuar shumë me votues të krahut të djathtë, ndërkohë që këtu jemi në shtëpi, jemi në kryeqytetin e socialistëve dhe thjesht kemi mbledhur rreth nesh edhe të proces, ndaj besoj që shumë shpejt zarfat e ardhur nga Greqia do të jenë tryez dhe do të hapen. Ju e dini që fjerakët, lushnjarët, ndoshta edhe një pjesë e mirë e mallakastriotëve ndodhen në Greqi, ndërkohë që në Divjak, në Roskovec kemi edhe banor të Italisë, kështu që me hapjen e zarfave të diasporës nga Greqia, unë besoj që ajo 65% që ne kryesojmë për momentin do të thellohet shumë më shumë, ndaj dhe kam bindjen që mandati 12 do të konsolidohet pa asnjë lloj problemi. Megjithatë, deri atëherë ne do gëzojmë për mandatin e 11 i cili nuk ka asnjë lloj mundësie që të na ikë, pasi siç u thash, Partia Demokratike ka një diferencë shumë të madhe me ne. Ne kemi arritur mbi 102.000 vota, nëse nuk jam gabim, Partia Demokratike është në 40.000 vota, pra jemi duke folur për një diferencë që nuk rikuperohet. Shumë faleminderit gjithëve, dua t'ju falenderoj për gjithë çka keni bërë, kjo është e fundit dhe është për juve, për gjithë çka keni bërë në territor, pasi ju luani një rol shumë të rëndësishëm në transparencën që duhet ketë një proces zgjedhor, jeni të jashtëzakonshëm, si ne që numërojmë këtu, po e kemi stimulin shumë të lartë për të numëruar dhe për të mbyllur procesin, juve që qëndroni para kamerave, para mikrofonave dhe nuk jeni larguar asnjë moment nga detyra, shumë mirënjohje dhe respekte për ju. Faleminderit shumë.